Në kuadër të 12 qershori, ditës ndërkombëtare kundër shfrytëzimit të fëmijëve për punë, Bashkia e Shkodër zhvilloi një aktivitet sensibilizues në qytet. Në fjalën e saj, kryetaria e Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza u bëri thirrje qytetarëve që të rrisin ndërgjegjësimin dhe të kontribuojnë në luftën kundër këtij fenomeni shqetësues që prek të ardhmen e fëmijëve, sidomos në formën e lypjes në rrugë. Që këto fëmijë shfrytëzohen për punë, e sidomos për lypje, duhet jetë e dënueshme nga i gjithë opinioni shoqëror. Ne duhet t'i mbrojmë fëmijët, t'i lëmë ato të lirë, të jetojnë jetën e tyre, kanë moshën për të mësuar, për të argëtuar, për të kaluar kohën e lirë me njëri tjetrin, dhe jo për të punuar, e aq më pak për të lypur. Bashkia Shkodër dhe në mënyrë të veçantë kryetari zoti Benet Beci ka mbledhur të gjithë drejtuesit e institucioneve që kanë të bëjnë apo që kanë impakt në këtë fushë, si policinë bashkiake, policinë e rendit, doganat dhe gjithë institucionet e tjera që kanë të bëjnë me monitorimin e këtij fenomeni. I bëjmë thirrje edhe atyre që i shfrytëzojnë, edhe atyre që i drejtojnë drejt atyre pikave që po vrojtohen, po monitorohen nga policia e shtetit dhe nga gjithë stafi i bashkisë. I lutemi ta ndërpresin këtë fenomen. Mos shfrytëzoni fëmijët, janë njësoj si fëmijët e çdo kujt, edhe tuaj. Në fokus të aktivitetit ishte nxitja e bashkëpunimit interinstitucional, sensibilizimi i komunitetit dhe ndërgjegjësimi mbi pasojat që sjell shfrytëzimi i fëmijëve, një praktikë që u mon aty të drejtën për një fëmijëri të sigurt dhe të lumtur. Broshura informuese e shpërndar gjatë aktivitetit përfshinte udhëzime të qarta për qytetarët mbi hapat që mund të ndërmerren për të mbrojtur fëmijët, duke filluar nga raportimi i rasteve të shfrytëzimit, mbështetja përmes institucioneve, mosdhënia parave në rrugë dhe deri te sensibilizimi dhe mbështetja për arsimin cilësor dhe përfshirës.